dhjetorit janë genuinely të vetëvendosjes. S'ka lidhje me Vjosa Osmanin. PDK-ja mundohet me qenë sa ma afër 24-5%. Me qëtë kombinim cilën e ka bota. LDK-n e bashkuar me Vjosën, projekcionit në fillim kanë qenë ma shumë se 20%. Gjithë shka për funi 20% ka me qenë damshme për ta, edhe jo sukses. Për Aleancën për Ardhmërinë e Kosovës, e cila në fushate ndroi leadershipin, hyrja në kuvend, qëndrimi në kuvend, mbajtja pozitës të partisë parlamentare, është sukses sepse hap rrugë dhe perspektivë re. Edhe për Partinë Social-Demokrate, unë mendoj që ata vetëm e kanë mri suksesin, sepse e kanë e kanë shëndru vetën në adres, nuk e di sa vota do t'i marrin tash, po në të ardhmen do të dëgjohen shumë ma shumë se sa që janë dëgju deri tash. Do më thonë që kjo është qysh shkëqyrën zgjedhjet, qa është sukseset që ka dërshtim për partitë cilat po garojnë tash. Nëse vetëvendosja e kalon 50%-shin, prap, nëse, unë po thëmë nëse se nuk e di, nëse e kalon 50%-shin, atër kemi shembje në opozit. Ama shembje të thellë. Shembje domino. Po. Që do t'i prejkë gjitha partitë politike. Kthehemi te binomi Vjosa Lomer, unë prej fillimit kam thonë që nuk ka me funksionu për shkak se nuk është bë koalicioni për me bashku, siç kanë thënë ata votën Rrugo Vivian.